Miqtashur, ky është një lajm i mirë për të gjithë konsumatorët. Gjermania ka vendosur të ndihmojë qytetarët e vet në kohën e çmimeve tepër të larta të karburanteve, duke ulur tatimet për karburante. Sot, me 24 prill, pra me propozimin e qeverisë, kanë vendosur si Bundestagu, ashtu edhe Bundesrati për uljen e çmimeve të karburanteve dhe atë për 17 cent nga data 1 maj, pra 17 cent për 1 litër. Ky subvencion do të zgjatë 2 muaj. Unë e di miq të dashur që tani shumë prej jush do të thonë, nëmen e pas kanë bërë, pse vetëm 17 cent, pse vetëm 2 muaj, pse po jepen kaq shumë para për luftën e Ukrainë dhe pse nuk po jepen më shumë para dhe ndihma për qytetarët e tjerë. Mlefi juaj, ndoshta edhe imi, dhe secilit në Gjermani me siguri me rritjen e çmimeve është me vend, sepse çmimet janë rritur jashtëzakonisht shumë që nga koha e pandemisë korona, pastaj luftës në Ukrainë e tani edhe luftës në Iran. Por kjo është situata reale, ndërsa sa i përket luftës së fundit me Iranin, Gjermania dhe shumica e vendeve të tjera të botës shpresojnë se kjo luftë do të përfundojë shumë shpejt dhe se do të normalizohet gjendja e furnizimit me karburante përmes ngushticës së Hormuzit, e ju e dini që përmes kësaj ngushtice kalon gati 1/4 e karburanteve botërore. Por këtu ka edhe një problem tjetër në fakt. A do të zvoglohet vërtet çmimi i karburanteve për 17 cent në pikat e karburanteve, apo kompanitë e karburanteve do të bëjnë marifete të ndryshme për të përfituar vetë si në vitin 2022 në kohën e qeverisë së ish-kancelarit Olaf Scholz. Kjo dilemë është shumë e vend, sepse kompanitë dinë ndonjëherë vërtet të mos u japin konsumatorëve këtë subvencionin e shtetit, por përfitojnë për vete. Kësaj radhe, ato kanë premtuar se do të respektojnë vendimet e shtetit dhe se vërtet do të ulin për 17 cent çmimet e karburanteve. Kësaj radhe janë paralajmëruar edhe kontrolle më të rrepta nga shteti me qëllim që të evitohen manipulimet e mundshme. Akoma nuk dihet se si do të financohen këto subvencione, pra prej nga do të vinë parat, ku do të merren ato për të ndihmuar popullin, por ne jemi këtu dhe do të ndjekim me shumë vëmendje të gjithë këtë procedurë dhe të gjitha zhvillimet dhe do t'ju njoftojmë to. E ju, nëse vreni diçka me rëndësi që duhet ta dinë edhe të tjerët, nëse vreni se a janë ulur vërtet çmimet apo jo, na shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku. Dhe mos harroni ta shpërndani këtë video dhe të abonoheni në kanalet e mia, sepse kështu ju vijnë informacionet në kohën reale. Unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti, shpresoj edhe me lajmet e tjera të mia.